Kjo pengesë në rrugë është vendosur në bulevardin Vido Smilevski Bato në Tetov, në afërsi të fshatit Poroj. Edhe pse u lëshua në përdorim vetëm para 3 muajsh, ai sot është në këtë gjendje. Bulevardi Vido Smilevski Bato në Tetov u lëshua në përdorim vetëm para 3 muajve. Në këtë bulevard asfalti është dëmtuar, ndërsa njëkohësisht kanë filluar që të vendosen edhe pengesa rrugore nga persona akoma të panjohur. Nga komuna e Tetovës thonë se pengesa në rrugë do të largohet, ndërsa pranim dorëzimi të njëjtës akoma nuk është bërë dhe se asfalti do të rregullohet. Për çështjen e pengesave që është vendosur tek ajo pjesë e rrugës, sigurisht që nuk është vendosur nga ana e komunës dhe do të merren masa për largimin e asaj pengese aty. Po ashtu edhe për çështjen e rrugëve, pjesët ku ka pasur disa dëmtime për shkak të rrezheve të shiut do të rregullohen, po ende nuk është bërë ende pranim dorëzimi i rrugëve. Shumë shpejt do të bëhet dhe ajo sigurisht që edhe rruga do të jetë e rregulluar. Në SPB Tetov thonë se deri më tani nuk ka asnjë denoncim për vendosjen e pengesave rrugore në këtë pjesë, ndërsa shumica e qytetarëve shmangin rrugën Drenovec-Xhepçisht, shkaku i numrit të madh të pengesave që janë vendosur në këtë pjesë të qytetit.